Në gropat e Celsius, aty ku historia duket sikur ka mbetur rikthender në gur, u përkujtua një nga betejat më të përgjithshme të Kelmendit dhe kryengritjes së Malësisë së Madhe të vitit 1911, bëhet fjalë për betejën e Sukës së Mkushit, të zhvilluar më 25 prill 1911, kur forcat osmane në përpjekje për të nështruar Malësinë u përballen me qendresën e vendosur të malësorëve. Sot më shumë se një shekull më vonë, emrat e tyre u rikthyen në kujtesën e brezave. Në memorial janë evidentuar dëshmorët e Kelmendit, studiues dhe klerik theksuan rëndësinë e kësaj date. Menjëherë, malësorët protestuan, ashtu që e kemi të njohur protestën e krerëve të Hotit, Grudës, Kelmendit dhe Kastratit, drejtuar Lipihut, i cili në atë ishte konsul austro-hungares në Shkodër, kundër gatishmërisë së prandurisë osmane për të dorëzuar krahinat në fjalë shtetit malazes. Protesta mban datën 1 mars vitit 1880, në të cilën nënshkrues nga Kelmendi janë Kaçër Turku, Pal Deda, Nik Leka, Çoko Luci dhe Marzjet. Mund të themi se Kelmendi është një ndër fisët më të rëndësishme të Malësisë së Veriut dhe sa herë ka kërkuar atë dheu, është dritur në kënd. Trimbat e Kelmendit u veçuan edhe gjatë kryengritjes së Malësisë. Beteja pra të cilën po e shënojmë sot, mbas 115 vitësh, bën pjesë në vazhdën e betejave të rëndësishme të kryengritjes së Malësisë dhe jo vetëm. Dhe si e tillë, është mirë që po përkujtohet dhe anën tjetër, edhe që po përjetësohet me monumentin të cilin po e përurojmë sot. Një prej këtyre vendeve është Suka e Mkushit, në gropat të Celsius, në zemër të Kelmendit. Me 25 prill të vitit 1911, në këtë vend u zhvillua një përballje ndër më të ashprat të kelmendësve me ushtrinë osmane gjatë kryengritjes së Malësisë së Madhe. Për orë të tëra malësorët u përballën me forca ushtarake shumë më të mëdha, duke shfrytzuar pra shkrepat, grykat dhe malet e kësaj treve, e jo shumë herë nuk ka rëndësi shumë të madhe numri ushtarëve apo ushtarakisht në numër, por ka shumë rëndësi strategjia dhe vendi ku zhvillohet betejë. Për të shënuar këto vendet, lokalitetet që ku ka ndodhur këtë ngjarje, ku ka ra viktima, është një ngjarje shumë për të përshëndetur dhe unë me kënaqësi kam ardhur se të vazhdojnë dhe të tjerë vend këto lloj lapidaresh sepse janë shajat e dukshme konkrete për bazë të ri për të kuptuar se këtu ka ndodhur një ngjarje e fuqishme, një ngjarje historike, një ngjarje me vlerë, të cilët janë viktimizuar shqiptarët për të mirën tonë të përbashkët. Memoriali vendosur Buzë Rrugës në gropat e Celsius është një tjetër dëshmi se historia e Malësisë nuk mund të mbetet vetëm në libra.